Një mbrëmje e mbushur me emocione, nostalgji dhe interpretim artistik ka sjell koncerti i veçantë me violonçel nga artisti Richard Gedaj, ku publiku ka pasur mundësinë të udhëtojë përmes kolonave zanore më të njohura botërore dhe kryeveprave muzikore klasike. Kam përzidhur kolona zanore të filmave botëror hollywoodian. Po ashtu edhe këngë të kompozitorëve botëror të viteve 90, 80, 2000. Unë e kam përzidhur këtë lloj programi për arsye për ta përshtatur edhe një publik më të gjerë, po pa dal nga kornizat e një instrumentisti profesionist. Kolonat zanore do t'i futin qofte në kujtimet e tyre të filmave të atyre viteve, por e kujtimet e tyre individuale, personale. Programi i koncertit nisi me tingujt intim dhe të erët të The Sound of Silence për të vijuar me nostalgjinë e Yesterday dhe emocionin e thellë të Caruso. Atmosfera u bë dhe më prekse me interpretimet e Cinema Paradiso, Pearl Harbor dhe Schindler's List, vepra që sillin ndjeshmëri dhe reflektim të fortë emocional. Më pas koncerti mori ritëm dhe energji me Libertango, ndërsa publiku u përfshi nga eleganca dhe misterioziteti i The Good Father apo qetësia romantike The Strangers in the Night. Në pjesën finale, interpretimet e Gladiator dhe The Last of the Mohicans sollën një atmosferë epike dhe shpërthyese, duke mbyllur koncertin me emocion dhe duartrokitje.